Sheikh Udhaymini ka tërhequr vëmendje për një çështje që është me rëndësi, që i shkakton problem shumë njerëzve dhe ka ekzistuar edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si pyetje. Ka njeriu që i ka imanin e sigurt edhe të plot, nganjëherë shejtani i sjell dyshime, edhe i fut, domethënë kështu vezvese, që i duket vetja se u bë mosbesimtar. Edhe siç shprehet këtu Sheikh Udhaymini, do thotë i vinë mendime që për të më mirë do t'ishte ta haj mishin e vet edhe t'i thyej kockat e veta se sa ta ketë atë besim. Domethënë ka njeriu që ndihet shumë në ngushticë dhe vështirësi kur i vinë mendimet atilla. Kjo duhet ta di ai që i ka këto mendime se ky është imani i pastër. Domethënë për shkak të imanit të pastër vjen shejtani me vezveset këtilla. Përndryshe ata që kanë dyshime në besim, nuk ju afrohet shejtani. Nuk kanë, domethënë e kanë mbaruar punën me ta. Kurse ata që kanë besim të vërtet, iman të vërtet, i vjen me dyshime të këtilla, domethënë për Allahun, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose për vërtetësinë e ahiretit, ose çfarë do qoftë. Allahu na ruaj prej sprovave. Ka njerëz që e luftojnë këtë vështirësi, edhe ata, domethënë si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra janë prej imanit të plotëve të pastër. Ai që ka imanin e sakt, do thotë i vin këto, dhe ilaçi është që mos ia vër veshin atyre, por të vazhdoj, domethënë të kërkojë mbrojtje tek Allahu, edhe të vazhdoj me veprat edhe besimin e tij, dhe mos brengoset për mendimet e tilla.